Përshëndetje nga nxënësit e klasës së 9 të shkollës Andon Zozafier. Sot nisim serinë javore të podcastit me temë Mos i lër fjalët e heshtin, një seri javore në lidhje me thesarin e fjalëve të urta dhe shprehjeve frazeologjike të popullit tonë. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme për jetën e secilit prej nesh, vlerën e dijes. Përmes disa fjalëve të urta popullore, do të kuptojmë se dija është pasuria më e çmuar e njerëzit në të gjitha kohërat. Çfarë janë fjalët e urta? Fjalët e urta janë shprehje të shkurtra popullore që përcjellin mençuri dhe përvojë jetësore. Ato na mësojnë si të jetojmë më mirë dhe si të marrim vendime të zgjuara. Po janë të rëndësishme sot këto fjalë, sidomos për ne brezin e ri? Pyetja nxitse për sot. Pse është e rëndësishme dija në jetën e njeriu? Për të diskutuar në lidhje me këtë pyetje, prezantojmë fjalët e urta për sot. Dituria në rini bëhet flori në pleqëri. Libri është fara dhe njeriu është ara. Mendja bën hata, mendja bën kala. Libri është arma e të mençurit, shit kalin e mëso djalin. Ç'ke në xhep, ti marrin hop, ç'ke në tru, ti marrin dot. Dituria në rini bëhet flori në pleqëri. Kjo fjalë urtë na mëson se ajo që mësojmë kur jemi të rinj na shërben gjatë gjithë jetës. Arsimi dhe dija janë një investim për të ardhmen. Libri është fara dhe njeriu është ara. Unë mendoj se kjo fjalë e urtë ka këtë kuptim. Libri mbjell dijen në mendjen e njeriu. Nëse lexojmë dhe mësojmë, mendja jon rritet dhe pasurohet, ashtu si ara që jep fryt. Mendja bën hata, mendja bën kala. Kjo fjalë e urtë ka këtë kuptim. Mendja mund të na çojë drejt gabimeve, por edhe drejt suksesit, varet si e përdorim dhe sa e ushqejmë me dije. Libri është arma e të mençurit. Kuptimi është se libri nuk dëmton askënd, por na ndihmon të mbrojmë nga padituria dhe të fitojmë zgjuarsi. Fjala urtë, ç'ke në xhep, ti marrin hop, ç'ke në tru, ti marrin dot, lidhet me këtë kuptim. Pasuritë materiale mund të humbasin, por dijen askush nuk mund na e marr. Ajo është pasuria më e sigurt. Fjala e urtë, shit kalin e mëso djalin, ka këtë kuptim. Kjo fjalë e urtë tregon se arsimi është më i rëndësishëm se çdo pasuri materiale. Të mësosh fëmijën është investimi më i vlefshëm. Cila nga këto fjalë të urta ju pëlqen më shumë dhe pse? Nga fjalët e urta që lexuam sot, unë do të veçoj këtë fjalë të urtë. Shit kalin e mëso djalin. Kjo fjalë e urtë lidhet edhe me sakrificën që bëjnë prindrit tanë për arsimin tonë. Nga ana tjetër, njeriu i ditur mund të bëjë pasuri falë mençurisë e dijes, kurse njeriu që zotëron pasuri dhe mund ta humbasë atë, nëse nuk e vënë punë dije. Ndërsa unë nga fjalët e urta që lexuam sot, do të veçoja fjalën e urtë mendja bën hata, mendja bën kala, sepse kjo fjalë e urtë përcjell mesazhin që mendja e njeriu është një pushtet që o të çon drejt suksesit ose drejt dështimit. Duhet të dish se si ta përdorësh mendjen në mënyrën e duhur drejt suksesit dhe veprave të mira. Nga këto fjalë të urta, kuptojmë se dija është çelësi i suksesit dhe një jetë më të mirë. Leximi, shkollimi dhe të mësuarit na ndihmojnë të ndërtojmë të ardhmen tonë. Ju faleminderit që na dëgjuat. Mos harroni, ajo që mëson sot të shërben gjithë jetën. Miru takofshin në podcastin tjetër.